Dhe humbja që nuk e priste askush ndodhi. Rinumërimi i votave përfundoi dhe ndodhi surpriza e madhe. Aleanca Shqipëria Madhështore që kërkoi rinumërimin thelloi humbjen me 19 mandate. Pra 19 deputet që mendonin se do ishin në parlament nuk do jenë aty. Rezultati doli krejtësisht ndryshe. Por ç'a ndodhi? Si shpjegohet që ASHM kishte marrë kaq shumë vota gjatë numërimit të parë? KQZ thotë që ishin thjesht gabime në numërim. Gabime të vogla, njerëzore që u përsëritën dhe u kthyen në një humbje të madhe. Tani mendo pak, në fakt se këtu ka një parim të madh edhe për jetën tënde. Dhe ja cili është parimi, në fakt që humbjet e mëdha në jetë nuk vijnë gjithmonë nga tragjeditë. Janë zgjedhjet e vogla, të gabuara dhe të përsëritura që bëjmë çdo ditë, ato që çojnë në dështim. Kur mbyllim vesht, kur reagojmë pa menduar duke ndjekur shumicën dhe pas disa muajsh ose vitesh vjen tragjedia. Kantiku i kantikëve thot fakt, i zini dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat. Janë pikërisht zakonet e vogla, gabime që i neglizhojmë, të rënojnë jetën tonë në heshtje. Nuk e di ai dakord në fakt që si në politik edhe në jetë, gabimet e vogla çojnë në humbje të mëdha. Zoti bekoft.